Përgjishë dhe pastaj kalim edhe tek Alberti. Agnes, unë mendoj që pavarësisht, ndonë se, konsiderohet TikTok-u duhet me hap profile, llogari e tjera, historia edhe përmendja dhe Alberti një pjesë pëlqej që tek Ilir Shaqiri kur flasim për këngë ka qenë koha ndryshe dhe janë dedikuar ndryshe. Edhe sigurisht që artistat të tillë edhe nuk po them tash këta tiktokera të rinj që po e quajnë vetën artist, nuk mund më krahasu fare me persona të tilla dhe me figura të tilla. Nuk është vetëm Ilir Shaqiri, ka këngë edhe të Shkurtë Fejzit që i këndojnë. Pra janë këngë që nuk kanë me vdek asnjëherë, kanë me qëndru gjatë tek ne dhe nuk mund të krahasu një famë e artistëve të tillë me famën e TikTokut. Bruno më pëlqej përmendi që tha që më shumë ka me shku një video e një vajzë sa një video tjetër pra që realisht ka përmbajtje edhe dhe kjo qëndron, po flasim për një audiencë të TikTokut edhe për klikimet që marrin aty. Unë po i referohem që a mundet me u zavencu, jo, tek artistë mëdhenj nuk krahasohet fare, pra fama dhe ndikimi që kanë pas më herët me ndikimin që kanë TikToku tash. Ndoshta artistë të tjerë ndoshta edhe janë duke zëvendësu vetën e tyre me fytyra të TikTokut për arsye të tilla që veç i përmendi Labi.